A ju mbajnë këpucët erë të keqe? Ja si ta zgjidhni këtë problem. Soda e bukës. Brenda këpucëve vendosni nga një lugë gjelle sodë buke duke e përhapur sodën në të gjithë sipërfaqen e brendshme të tyre dhe lëreni përgjatë gjithë natës. Të nesërmen në mëngjes, era e keqe e këpucëve do të jetë zhdukur. Vajra esencial. Nëse doni të rifreskoni këpucët, në një shishe sprucuese hidhni alkool dhe disa pika vaj esencial. Sprucojeni të gjithë sipërfaqen e këpucës me lëngun e krijuar dhe lëreni derisa të thahen. Qese çaj. Pasi të pini çajin, vendosini qeskat e tij brenda në këpucë dhe lëreni gjatë gjithë natës. Të nesërmen, era e keqe e tyre do të jetë reduktuar thuajse tërësisht.